stac. Ullet! Unë jam dhe ajo dhe ti dush me më dëgju se ti shkulli vesh të shkulli. Po jo, unë nuk jam ku mori djallë me ditë kush është në baba, kush është nona. More vesh, kalla në temë, ma shpejt se s'kom ku. E di që nuk je ku maraj ti. Për ti e babaj ti. Këto krejt po kujdesën për neve. Po mirë, na nuk ikim. Veç dalim për pak, e ngjizojmë kongën, edhe i krymë do punë, e që? Po të luta besom. Edhe ma mirë e kime pranu këtë fakt, që djali është i joti. Po nuk moj me të siguru paret, lem ratë se nuk kam ku me i marë. Po nuk ki nevoj mu mi këthy. Hajde puno dhe krejt qëto gjo është okej. Qka ke? Qka je mërzit? Kove të fundit po shoh shumë ndryshimet e ti. Nuk po kthehesh me kohë. Ke filluar të rrish shumë vonë. Unë jam motra jote e madhe. Dhe unë jam për kujdes për ty qysh që na vdiq nana. Të lutem mos na bëj vakin ndonjë punë e madhe. Qoftë se ke gjetë dikant dhe ke filluar të dalësh me ta, unë jam dakord. Të kuptoj, por ama me kujdes. Primare e ke shkollën e pastaj vijnë të tjerat. Emi, ti e din që unë jam e përkushtu me mësime. Po e di. Por kove të fundit kam pas do problemeve. Çfarë probleme? Qika e re me probleme. Është normal me pas probleme në fillim. Ki me pas shqetësime, sepse të rraurat e zemrës kanë më të dukë si kur zemra po donë më dalë prej vendit. O kalojnë. Jo, nuk jam dashuru. Nuk je dashuru? Jo. Pse po më rranë? Unë kove të fundit po shoh ndryshimet mëdhajat e ti. Nuk po kthehesh me kohë. Nuk po mëson si që ke mësu për para. Nuk po i bjen shoqet në shtëpi me ndejt si që ke vepru për para. Dhe mbi të gjitha që ka kam vrejtun, ti ke fillu edhe mu vesh ma mirë. Dhe unë nuk po i di ku po i merë pare ti për me ble garderobë. Dhe gjitha këto më bojnë mu me kuptu që ti je me dikant. Emi, të lutem, mos fal ashtu me mu. Nuk jam dashuru dhe nuk më intereson askush. Hajde, mos vinë marre. Tregom mu zemra jam. Tregom shpirti jam. Unë të kuptoj. Nuk kam qka me të tregu, po të lutem, lem rehat. Okej. Mirë. Ma nuk flas. Por të lutem mos u vono. Sepse kove të fundit as gjumin si gjum nuk po e bëj duke të pritur ty. Po pse po më pret? Unë nuk jam fëmi. Ti je fëmi edhe pik. Apo kupton? Dhe prej sot, të lutem, më mos u vono kur. Dhe dua të shoh në shtëpi më së largu deri në ora 9. Dua të jesh këto. Po çka t'intereson ty, bre? Mos ma kthe mua fjalën. A more vesh? Unë për kujdesen për ty prej që na vdiqën prindrit, unë jam përgjegjëse për ty. Nuk ka nevojë ti me u kujdes për mu. Prej sotit ti kujdese për veten tënde, a more vesh? E unë kujdesem për veten time. Dhe prej sotit unë kam e fillu me punu. Çfarë pune bre ti? Ti duhesh me shku në shkollë. Ti duhesh me përfundu shkollën e mesme dhe me mendu për fakultet. Nuk ke nevojë ti mu me rakos për shkollimin tim. Unë jam gjendje edhe me shku në punë edhe me shku në shkollë. Vetëm ti mos u përzim punët e mia. Ha je mirë ti oj qik bre. Prej sotit ti kujdesu për veten tënde dhe për veten time. A more vesh? Ja tregoj unë ty punën.
Rozi, merre, haj hamburgerin se prapë s'kam pru kur gjëm, falë. Ka ndollë dë punë se erdhe. Nuk du kur gjë mangët, qa dëm prime, pse po am shel? Asgjë nuk du, unë jam doja jetë. Pse po gënja, nuk je doja jam. Pse flet ashtu? Mos më detyro ta nxjerrë rrypën e të riedukoj. Se duket nuk të kanë rieduku mirë atje në shpinë e riedukimit. Mos mu bo se i fort, ti nuk je doja jam. Qa kërkëm primeja? Mirë, qetëso, merre, haj hamburgerin. Pusha. Shpresoj se shpejt do të rregullon këto punë, edhe ti do të dalësh nga këto. Vetëm duhet presim edhe pak. Çka me prit? Babën tanë. Po ai ka ik, ai nuk është këto. Ja, Iler, ja. Baba jëtë është në qytet dhe unë do të thras e ti do të bisedosh me ta. Po ai ka ik në Gjermani, ai as shumë dënë mu. Ja, Iler, pse flet ashtu? Baba jëtë i vërtet jeton këtu. Kurse ai për cilin ti mendon se është baba jëtë, ai nuk është baba jëtë. Dhe unë do të thras e ti do të takohesh me ta. Unë nuk du mu tako ma kërkon, du ma shku vetëm të shokët e mi. Ja, ti do të rish këtu. Pse? Shikoj, Iler. Unë edhe baba jëtë i kemi disa punë, disa hesapet pa mbyllura. Dhe tash mendoj se ka ardhur koha që ti mbyllim ato hesape, ti mbyllim ato probleme. Pra, ti nuk je doja jam. Pra, unë nuk jam doja jetë. Ti je fëmijë inteligjent, e ke kuptu që nga fillimi, ha? Pra, merre, haje ti hamburgerin. Unë po dalë se kam pak punë. Haj. Alo se ka dijet për Ilirin. Alo se kanë gjetë. Shumë kesh po bëhet. Po ka bëhet në zeta ver. Hiç si dijet ka i kërset kjo punë. Po thu që mundet me ndodh në i variant i keqa? Jo, po mua ka mdohet që vish po shkon të umze. Problem. Po. Edhe kjo edukatori prej që o dali Iliri kërkas është. Krejt ka huq. Une ku marrë vesh që edukatori ka kontakt me Lulin. Po është zoti ku për i merë vesh të punë? Po jam informum ti. Ku për i merë shto informata? Po të kalzaj, vish mos gabo mi kalzu kërkujna. O averi jam. Nuk jam unë e prej atyne që shpionojnë. E din ti? E kom siguru një telefon. Ku e more, o idiot? Ha? Ma ka huazua një vajzë nga pavioni femra. Shumë një idiota. Ku e takove? Ti e din edhe tjerë të din që unë nuk rrira. S'ka. Tash kena me pos kontakt me botën jashtë. Edhe duna me thirë një aver temin, për me vetë a munu me shku në studio me inqizu kongën. Apo nin? Nuk ka problem, po nuk ka impulsa. Du të me siguru me impulsa dhe mas ne i bujmë. Izo problem. Veç nëse munu me shti gardianin me na bledo impulsa. Okej. Hajde. Ka të impulsës. Po të thëmë se po shkojmë të Luli. Kështu ki Lule? Kam thënë 100 herë që Luli është baba jë. Mos raj! Po të thëmë se ti shkulli veç, ti shkulli. Het!
Hajde aty po them. Hëllë! Ti shkulli vesh të shkulli. Po ti nuk je doja jam. Unë s'ka lidhje që s'jam doja jetë, po të mbulli aty. Po s'un kap. Edhe kush o ky lule, nuk o baba jam. Unë 100 herë kam thënë lule është baba jote. Hëllë po them aty. Hëllë! Oh, mos shit fore. Inshallah bën deshe mytësh. Nuk du! Dim! Policia! Qoj vetëm! Avne, unë kam vendos të punoj dhe do të mundohem të punoj sa më mirë. Por është një problem tjetër. Problem? Po, Fol, çfarë problemi? unë nuk kam shërby asnjëherë dhe nuk e di se sa më shkon për dore kjo puna e kamarierës. Hiç mos u mërzit. Kur far problemi sa? Problemi I vogël është ai. Ti e vajzë talentume dhe shumë shpejt I mëson sanën. Do të mundohem. Shumë mirë. Dëgjoj, sonte unë vinë do shok shumë të fortu, VIP. Dosh mi shoqëru këtu në lokal. Nuk po të kuptoj, qysh me I shoqëru? Po shumë letë be shpirti jam, mi shoqëru që ata mu një këtu shumë mirë. Hej, ata janë shumë të fort, edhe kanë shumë pare, ha? Do të mu sjell mirë me ta. Nuk po të kuptoj. Unë do të mundohem me I shërby sa më mirë. Jo shpirti jam, ti s'ki nevoj ata mi shërby. Ti ki mu ull me ta me nejt që ata mu një mirë këtu në lokal. Jo, nuk po të kuptoj. Po shpirti jam s'ki që më kupton. Ti ki mu ull me ta edhe me pi, qikaq. Po kjo nuk po më duket far pune. Po të thash be shpirti jam që kur far punes është. Ti e vajzë bukur ta ka dhon zoti bukurine, talentin që besa, ti dush mu sjell mirë. Edhe si të sjellësh mirë, kërset bakshishi, ha? E që sjellësh kesh valla kërset dajoku. Hajt tash, hajt që shko. Ku me shku? Shko në rreth që pak, që do kam bo flak, shko regulloj këto flak një farë saloni bukurie dhe blej do të esha pak ma të shkurta, I kom të mira, hec, mere porët, hajt shpejt, shko të presto në ora 8, hec. Okej. Besa e mirë? Mirë, te a je mirë? Mirë. Po shkojnë që ka e regullu kështu? Në një parti. Ku ashtu? Nuk ka që ka t'intereson ty. Besë që ka pëndodhë me ty? Shumë që që mi ka silë shkove të fundit. Nuk ka që ka t'intereson ty sen. Besë unë jëmë shoqja jote dhe normal që mi intereson. Ti asë në shkollës po vjen. Hajt posh zotin qëri punte tua, lem rahat mu. Besë të regom që ka pëndodhë, se me ty diçka nuk në regull. Unë jam në regull, qëri punte tua te. Besë unë jëmë shoqja jote dhe po du me ditë ku po shkan edhe me kënd po shoqërohesh. Pun për mua është me kënd shoqërona on. A more vesh? Besë që ka pëndodhë me ty, asë në shkollë nuk po vjen. Kujdestari ta ka thy notën e sjelljes edhe po kërkon mu taku me emin. Lem rahat posh zotin. Besa, hajde ma shpejt. Besa, kjo është Alisa, kolegja jote. Punëtorja jam e më e mirë, deri tash kur nuk unë ka zhgënjy. Tash e tutje, kjo ko me ta mësu zanotin. Hajde ullu, mjeftomi të, hajde. Shëndetje, Besa? Ullu. Ha?
Bravo, Avni. Shumë vajzë e bukur qenë ka. Bash ashtu se ke përshkru. Shqo Besa, unë do të jem gjithmonë krate dhe besoj që doja kaloj mirë. Unë nuk kam përvojë në këtë punë. Nuk e di si do t'ja arri me punu. Haj, pre Besa, mos ki marak heq. Krejt Alisa të tregon zanotin ty. Heq mos ki dert. Ja pak me mua, Alisa. Hej, o shumë e re, po tut në përne, po nëjë problem. Mos u mërzit, unë do të mboj tash nën kontroll. E shumë je po tut në përne lejmërën në nëjësën lokal për mërvesh. Mos tani në shef, punë e krymë është kjo. Ta shteki ndorë. Hej, për 30 minuta mi musafer. Krejt jënë vëj pa. Në të të janë. Ishtë mos tani në shef. Mirë të jam një vogël. Hajde. Hajde, Naim djali. Po ku je, more djali, po ku je që sos të po. Po ku je, vravnik burri. Pasha Besën si mi po moti. Si po kalen? Po mirë me Naim, që e kom qenë së një lokal. Kështë? Si po që këm puna? Po tash e kom qenë Naim, tash. Ja ki zanot. Kujto ty edhe Londra, a? Si kod vjetra. E veke, pas atje njonën që... Adia jemi, ajo. Emnin pja harroj. Olga e Ukrajinës. Olga! Davaj. Qake. Sante për neve, pa dishka? Qysh s'ka për ti gjithë Naim? Si më dhe më ndërsi këtë? Je njësh plako, valutje. Pekollun. Pekollun, e qesëm timin. Shoku ja, Naim vë. Paske po lokal të mirë, paske po? Mirë, sa të nalti kom do dhoma. Mirë, pritu pak. Hajde qika, hajde ma shpejt se ka orë Naim vipi. Jesë se kërset bakshigi, shpejt. Hajde ma shpejt. Vështirë. Naim, kjo është Alisa. Përshëndetje. Gëzo, vjen mirë. E kjo është shpirti i vogël i qytetit, Besa Bukuroshja. Vjen mirë. Hajde, ullë. Unë të ulem? Po, ti të ulesh, ullu. Ka dal, unë, mos bërtit. Mësot, vajza, mësot, ka dal. Hajde, ka dal. Hajde. Ka ko më mësu kja. Naim, që e me pi? Ti e di çka duhen, ha? Edhe ti kia se çka duhen. Ku je, avni burri, be. A morë vesh në sen për djalin? I kam do informacione.
Mbrëm u takua me nënën e tij dhe mendoj se ka marrë informacione të mjaftueshme. Do të thonë ti e di se ku gjendet djali? Jo, por mendoj se e di kush e ka marrë. Kush ka marrë, tregon, ndoshta është më mirë ta thrasim policinë. Jo, çfarë policie. E di kush ka marrë djalin dhe e di që lajmërohet patjetër. Këtu në qytet është. Ç'është po flet ashtu? Ai ka marrë djalin e ti po pret se aty të thresë të tregon se ku është djalja? Ai ka dëshirë mu taku me mua. Edhe kjo është mënyra më e lehtë me më takue. Po pse më taku ty? Shër, ato e kom pas partner biznesi. Edhe mas e mbyllën biznesin, a i pandete që ja kom do pare bërsh. Aha. Do me thonë jo dy njën, ja? Shumë mirë. Po mirë, qësh po menon që kom më mbyllë kjo punë? A i ki paret mja dhanë? Po. Po, s'po kuptoj pse më këtë thirë mu me folë atër. Që po dhe për me jetë? Unë du një shërbim për teje. Du mu kom prezent në momenti ku ja e paret. Aha, po pse? Du me pas një dëshmitar për punë djallit. Kur po mendon se kimi taku? Sigurisht, më thratë shpejt. Në momentin kur të duhem vetëm thirr. Unë do të jem aty ku është nevoja, vetëm për ta shpëtuar djalin. A thash që gardioni është haver. Ma qaj mbushjen. Tash mundu me thirë producentin. Çka do mi thonë? A do mi tregu për kongën, a? Normal që kam i tregu për kongën, edhe knoja kongën dhe në sket, në telefon. Jo, bre, se mos po t'ingllon pa lidhje në telefon. Ma mirë pe thire, pe caktojna terminin për incizim edhe... Qyshe, nëse të thot më shku me incizu, çka do në me bo? Nëse thot, po shkaj. Edhe unë vi me ty. Se i lirën e vogël, e lash me shku vete dhe apeshe që ato ndodh. Hupi djali, krejt. Mu shpirti është të mdhimë, kur pe di që e ngova edhe e lash me shku vetë. Ty s'lova ver. Shkojmë, e ngjizojmë kongën, e krymë punën edhe kthejmë. Edhe unë po vi. Që edhe ti, deli vavit. Ki me pa ku shëmone, unë nuk i lo shok të veta. Një me pa edhe gjenë që në ashta shumë qëtet diko. Po. Mirë i shkon me i siguru do parena. Për fillimi kemi paret e mia, paret të sponsorit. Veç mos haro me ma përmen emrin si sponsor aty. Hiq mos tanin. Shumë i siguru paret. E kam një ide shumë mirë. Nëse dalim, e mërvesh. O zot, ma në fund diçka aksion. Interesant se u kryme më të nejtë këtu vetë. Thiri producenti. Alo, Blero, si je? Unë jam Beka. Po, deshta me fol me ty se e kom bo një tekst shumë të mirë. Për një kongë edhe deshta me fol me ty me inqizut e te dhe te qekiqi kongën. Teksti është shumë i mirë, besoj që kom të pëlqy shumë. Po, nëse dënë muna me taknu edhe në telefon. Kalle kej. Okej, qëre, refreni është që shtut, teksti. Veç du me dit, a je e lumë tër tash. Veç du me dit, si të shkojnë punët tash. Ndoshta ke dëshirë më këthy kur ishim bashk. Po, i kam parët. I kam. Po, për momentin unë jam këtu mrenda, po... Kanë thonë që kanë me mëqu për do dit, deri sa të inqizoj kongën se edhe këta edukatorët janë një trip të kongës u kallën krejt. Po, okej, pra, pelojmë të hanën. Nesër? Okej, nesër, mirë. Fajmderës shumë, tëng. Qka bre nesër? Qka? Nesër. O, zot nesër në përshirë shumë jetën, do me thamë.
M'ka marrë malli mi pa zogzat në rrugë tak. Kemi me call krejt, ha? Përshëndetje i nderuar. Moti nuk jemi pa, nuk jemi ndëgju. M'ka marrë malli për ty. Besoj edhe ty për mu. A pe din me kam po fleta? Po, sigurisht se po, qysh nuk e di. Je njeri me të cilin moti nuk jom taku. Mezi po pres me takue. Po shbesën. Edhe ty të pas ka marrë malli sigur mu. Në realitet tash pe kuptoj që nas kemi qenë edhe shok të këshi. Jo, çfarë shok të këshi. Të mire bile shumë. Kemi pas një vazhdoshnjë edhe na dy. Mirë mëre Luli, si po të shkon biznisi? Mirë, nuk ka kesh. Po ty, që po shko puna e kujdesaris? Për çfarë kujdesarie po flet? Po ke fillu kove të fundi më kujdes edhe për fëmije, thash. Po dëgjoj se po rrim me fëmije, po kujdesesh për ta. Po. Shiko, unë jam njeri i ndishëm, e ti e di këtë që unë sidomos kam emocione për fëmijët të cilët janë braktis nga prindërit e pandërgjetshëm. Sinqerisht je shumë human, shumë i ndershëm. Ti meriton edhe shpërblim meriton. Po, unë e pres shpërblimin. Po, edhe ki me fitu shpërblimin ti. Unë pres atë që më takon të marr, edhe këtë e pres nga ti. Nuk po më kujto që të kom bërshën aty. Nëse nuk kujtohet, ta kujtoj unë, po më mirë mos rreziko shumë se djali yt është e unë. Prandaj të pres nesër në ora 6 te vendi. Në cili vend? Te vendi ku jemi taku herën e fundit para 14 vjetëve. Më naim. Shumë po mon men. A mu shme më tregue që ka jetu hongër kove të fundit? Po ha mish taze. Mish taze, mish Brazili. Jo, a di çka, mos ta zgjas shumë se mu harxhun edhe parët. Mos u mërzit, ta qeni mbushje une. Jo, faleminderit, s'ka nevojë, mos shpenzo. Shihemi në ora 6 te vendi. Tung. Gjafer, a shkut me gjithë fort a gjithë but? S'ka bre gjithë fort, gjithë but. Z-h. Arben pasha zët një bo njeri shumë i qëtë qëmë. Pse për shoku jam? Pse po mirë është me punë të huja? Qysh në punë të huja? Për çfarë punë e po flet? Po çka po përzin me atë djalin, me atë lulin? Pa ke po çfarë faca është? Atë notë veç merr kesh në kazino se ja kisha treguar ti një 3-4 variante të artë marciale. A di ti çka janë artë marciale? Karat, judo. Karat ove judo. Po veç merr kesh. Merr kesh vetina. E pse dërgesh? Po të jam thotë se është baba i djalit, i lirët. Po, mirë. Ashtan, dhe që është puna? Ky luli ka kërku prej neve me shku me intimu për një farë punë. Shikar ben, mos i beso shumë që ti lulit, se mos po nashtime na i lojt në dytë. Jo. Ai po kërkon prej neve me intimu për me gjithë i lirin. Ku mundet me gjithë a i lirin? Pse na nuk e lajmë në mrosin policia mu morë me këtë punë, është detyrë e tyne. Jo, tash është shumë vonë me lajmë në policinë. Po puna është kështu. Ky luli, i pas ka disa hesape alat pa kryme me një bashkëpunëtor ti. Sot kanë lënë takim në ora 6 në një vend, e atje duhet me shku edhe ne dy. E pse do të shkojmë pikërisht ne? Sepse duhet me qenë të shpitar të asaj që ka ndodhë. Nëse rastisht ndodhë dhe mos marrëveshje, ti duhet me ndihmu lulin. Unë ndihmu lulin, a? Po, me përdor forcën? Forcën, ja. Forcën se përdori ndaj kërkujna. Ako më vendos një herë në 3-4 vjet, do më nejtë rehat, nuk do me përdor forcë. Kështu që mos me detëra. Jo, po ma idha, po dëgjoj shoku jam. Na duhet me qenë atje dojë mos për me marrë djalin edhe me pru këtu ku e ka veni. Ti mendon se gjithçka është në rregull? Po, sigurisht. Luli mu ka betu se gjithçka ka me qenë në rregull. Ai ka më dhënë parë atij që ka bësh dhe na e marrim djalin edhe. Shikoj ben. Poshtë zotin. Mos më shtini të lashave. Mos më shtini dikon ku do të me përdor forcën se jam ka pritaj edhe na nuk po du më fut këto lojna. Kështu që mos më detyro. Hiç mos tani. Po atëherë në rregull, atë shkojmë.